Jemi në Fortesë Travovecit, ku sot po fillon turneu dëshmorë dhe martirët e fshatit Fortesë. Një nga fshatrat e komunës Travovecit, kontributës për liri, live mund t'i ndisni ndeshjet në 29 Sport, 029 Sport. Faleminderit krejtëve për pranin që janë sot këtu me ne. E falenderojmë shumë artistin e njohur Basri Lushtakun, aktori i teatrit kombëtar të Kosovës, që na dha emocione për këtë monolog i kushtuar për dëshmorët dhe martirët e gjithë kombit shqiptar. Faleminderit shumë, mirënjohje dhe respekte. Hajde ne duhet të një ma gjallë. Të nderuar familjar, dëshmorëve të martirëve, të nderuar përfaqësues të institucioneve, mysafir, sponsor, sportdashës dhe qytetarë të komunës së Travovecit e Mëgjër. Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në ceremoninë zyrtare të hapjes së edicionit të parë të turnierit tradicional të futbollit të vogël të dëshmorëve dhe martirëve të Fortesës. Ky turnier nuk është vetëm një garë sportive. Është një shenjë respekti dhe mirënjohje për ata që kanë sakrifikuar jetën, familjen dhe gjithçka tjetër për lirinë tonë që sot na e gëzojmë. Është një aktivitet që bashkon qytetarët, promovon sportin dhe forcon frymën e bashkimit, cilët e kem çdo shqiptar. Në emër të Këshillit Organizativ, dëshiroj të falenderoj të gjithë ata që kanë kontribuar në realizimin e këtij turniri. Sponsorët, donatorët, institucionet, vullnetarët të cilën që me mbështetjen e tij kanë bërë të mundur që ky aktivitet të marrë jetë e besa dhe me kalu pritshmëritë e tona. Faleminderit gjithëve. Po eftojnë një fjallë rosti, kryetarin e Këshillit të Fshatit të Fortesës, Zotri Elmi Popaj. Fshati legjendar Fortesë, rini e dashur, bashkëfratar dhe mysafir të nderuar. Mirë se keni ardhur në këtë evenement madhështor. Fshati Fortesë ka qenë gjithmonë me traditë sportive. Në fillet e viteve të 70-ta, rinia e asaj kohe e fshatit ton e kishin formuar klubin e futbollit të quajtur Sillosi, i cili bënte garën e ligën e qarkut të Prizrenit. Klubi Sillosi suksesin më të madh e arritin duke u inkuadruar në ligën e dytë të Kosovës. Garoi për disa vite. Lufta e Kosovës na goditi sikur gjithandej edhe fshatin ton, ku mbetën të vrarë gjatë 8 persona, dëshmor dhe martir. Por pas luftës, me shlirimin e vendit, ne po gjenim forcë që të zhvillojmë vendin, njëkohësisht edhe sportin. Ne u riorganizuam, formuam klubin e futbollit 18 Korriku, klubin e futbollit 18 Korriku, ku zbuluam talent shumë të mirë. Emri klubit përkiste në ditën emblematike të fshatit tonë. Edhe ky turnir është i organizuar për hir të kësaj date dhe quhet turniri i dëshmorëve dhe martirëve të Fortesës. Kjo është në pika të shkurta historiati klubit të fshatit tonë. Unë personalisht i falenderoj këtë rini të mrekullueshme për këtë iniciativë të qelluar. Si kryesi e fshatit dhe si kryetar, i mbështesim 100% dhe ju dëshiroj suksese që ky turnir të zhvillohet në frymën garuese dhe sportive. I falenderoj të gjithë donatorët për kontributin e dhënë, ndërsa ekipeve pjesëmarrëse ju dëshiroj mirëseardhje si dhe suksesin e gara. Për fund, një këshill për të gjithë pjesëmarrësit të angazhohemi
të kontribojmë dhe të kujdesemi bashkërisht që t'ja dalim sa më mirë. Edhe njëherë sukseset të gjithë nga prift e mbara. Organizimin dhe sjelljen një të këtij turniri. Tash pa humbur kohë po e ftoj zotri Selamin Popaj, Selajdin Zhuniqi, ju kërkoj falje për një fjalë rasti. Mirë se keni ardhur mysafirë të nderuar. I përgëzdoj për këtë iniciativë këshillin organizativ të këtij turniri. Turniret dhe aktivitetet se këtu janë shumë të mirëpritura në kujtim dhe nderim të dëshmorëve dhe martirëve të fshatit Fortesë. Po e cek edhe një gjaqi, ata që janë vjetër e din. Do thot në vitin 1963, ma në mirë këtë mend këtë datë. Fortesa është fshati ma përparimtar në Kosovë. Ndizoni, edhe jemi shpërbly me një televizor në atë kohë. Do thot, Raoveci si komunë nuk ka pas televizor, Fortesa ka pas në atë kohë. Dhe të bëhet këtë turnir, aktiviteti i përmoqëm dhe kujtimi për ta le të jetë i përhershëm. Ju dëshiroj punë të mbarë dhe suksese në këtë turnir. Ju shkoj puna mbarë. Drejtorin e administratës, zotri Afrim Dina për një fjalë rasti. Faleminderit. Mirëmbrëma Fortesë. Nderuar pastri. Respekt pafund për emocionet që neva. Qytetarë të nderuar, në emër të kryetarit komunës, zoti Ismail Latifi, i cili sot nuk gjendet në Kosovë, është jashtë vendit, dëshiroj t'ju përshëndes të gjithëve. Në radhë të parë, mi përshëndet gjithë këta djemë të cilët mbartin një vete emblemën e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Respekt e nder të veçantë. Përshëndetje për drejtorët të drejtorive komunale, asamblejës të cilët pas shumë këtu, përfaqësues të spektrit politik, Burimin Besha Alijen dhe gjithë ju tjerëve. Nuk du me harru pa përshëndet njeriu i madh i cili kurse në mriti, Ariana Gushi, ndryshe që njohen si Golden G, i cili me këngët e tij vërtet na jep emocion shumë të madh. Një përshëndetje dhe përgëzim për këshillin organizues të turneut dëshmorët e Fortesës, të cilët jashtëzakonisht shpejt u organizuan që ky turnir të fillojë dhe të përfundojë para betejave të lavdishme të Korrikut, të cila është e 18 Korrikut, dhe e thamë se Selajdin që Fortesa ka një histori të gjatë të sportit. 18 Korriku ka funksionuar si klub prej trive të Fortesës. Unë kam pasur fatin të jem pjesë e ekipit me Agimin, Afrimin, por për këta më të vjetrit të cilët e majnë mend, më të rrit nuk besoj që e majnë mend, unë përdu me përshëndet gardianin e portës Fortesës, 18 Korrikun Baganin. Të nderuar të pranishëm, një përshëndetje dhe falënderim të veçantë për të gjithë donatorët, të cilët pata do t'ishte e pamundur organizimi i këtij turneu i cili sot po e fillojmë. Unë në emër të komunës dhe të kryetarit tonë Ismail Latifi, po ju premtoj që turnirin tjetër të ardhshëm, kjo fushë sportive do t'jetë me standarde evropiane, cilat do t'a ketë edhe gomën nga tartani, të cilën aktualisht i kemi vetëm 2 në komunën tonë, në Krusht të Madhe dhe në Hos të Vogël.
urime, suksese gjitha ekipeve pjesëmarrëse, uroj që më i mirë të fitojnë. Nuk mundun pa i përshëndet edhe gjyqtarët të cilët kanë me drejtu, kanë me udhëheq të gjitha ndeshjet. Urime, suksese të gjithëve. Faleminderit shumë. Nga Fortesa, zotri Ilir Popaj. Të nderuar qytetarë të fshatit Fortesë, të nderuar anëtarë të Këshillit Organizativ, të nderuar struktura politike lokale, s'pari du mi falenderuar përzemërsisht Këshillin Organizativ për iniciativen dhe punën të cilën e kanë bërë dhe ju lutem që ky aktivitet të jetë i përvitshëm, të jetë tradicional. Sot 27 vjet pas përfundimit të luftës, ju rinia fshatit Fortesë ideuat këtë aktivitet sportiv në ndërim të dëshmorëve dhe martirëve tanë. Faleminderit pafund për idenë dhe për kushtimin tuaj. Ne kemi për detyrë të kujtojmë me të dashurit tanë përmes aktiviteteve kulturore e sportive, sepse ata dhanë gjithçka që ne sot të jetojmë të lirë. Liria që gëzojmë është projektuar mbi gjakun e tyre, të derdhur për këtë tokë të shtrenjtë. Rinia jonë është e ardhmja e lavdishme e këtij vendi. Andaj ju duhet të jeni motori i zhvillimit dhe i ndërtimit të aldheut tonë. Rrugtimi i dëshmorëve është rrugtimi i djemve dhe vajza më të mirë të kombit, të cilët e deshen me shpirt aldheun e tyre. Dashuria për kombin është themeli i vetë i ndërtimit të Kosovës. Ky është amaneti i tyre. Ndaj ju rinia e Kosovës ecni i lirshëm në këtë rrugë, duke ndjekur amanetin e Gjergj Kastriotit, Ismail Qemalit, Ukshin Hotit e Adem Jasharit. Amaneti i tyre duhet të jetë baza e zhvillimit dhe forcimit të shtetit tonë. Nuk ka gjë më të shtresë të luftosh për këmbin tonë, pa kërkuar asgjë në këmbim. Shteti nuk zhvillohet me fjalë, por me vepra, dhe sot më shumë se kurrë është koha të zhvillojmë Kosovën tonë. Ne nuk kemi nevojë për fyrje, sharje e armiqësi që krijojnë përçarje. Sot ne kemi nevojë për heronj, nuk kemi nevojë për heronj të pas luftës, por kemi nevojë të ndërtojmë shtet modern ashtu si vendet më të zhvilluara në botë. Të gjithë duam më shumë investime kapitale, zhvillim, punësim dhe paga të dinjitetshme, në mënyrë që rinia jonë të jetë pjesë e ndërtimit të vendit dhe jo të largohet prej tij. Ne veteranët e kemi për obligim të jemi gjithmonë në mbështetje të kësaj rinie të mrekullueshme. Çdo iniciativë tuaje ne do ta përkrahojmë pa rezervë dhe do të jemi krahu juaj i fortë. Aktivitetet sportive dhe kulturore duhet të jenë më të shpeshta, si dhe të mbështeten fuqishëm si nga pushteti lokal dhe ashtu ai qendror. I falenderoj përzemërsisht të gjithë donatorët që kanë kontribuar në organizimin dhe mbrojtjen e këtij aktiviteti sportiv të organizuar në Fortesë. Qeveria lokale ka mbështetur shumë projekte kulturore, sportive dhe artistike, por me këtë rast ka munguar mbështetja atyre. Sidoqoftë, besoj dhe shpresoj që në organizimet e ardhshme do të ketë më shumë vëmendje dhe përkraje për Fortesën tonë. Urime kjo festë mrekullueshme, sportive. Le të fitoj ekipi më i mirë. Festoni dhe kënaquni sepse kështu do të donin edhe dëshmorët e martirët e kombit tonë. Respekt të veçantë për Këshillin Organizativ. Faleminderit. Jo që janë konë fjalimet mërzisme ose diçka, po kemi në nevojë për pak gjallëni, apo? Tash programi jonë artistik vazhdojmë me interpretim të veçantë. Me një duar trokitje të madhe, mirpresim grupin e vallëtarëve të shoqërisë kulturo-artistike Agimi nga qyteti i bukur i Prizrenit, të cilët do të interpretojnë një ballë me motive kombëtare.
Shqipërinë, këngëtarin e mirënjohur Gollëzhi për një performancë. Rahovec, Komuna Rahovecit, fshatra për rreth keq ka jeni, faleminderit shumë. Fali për ftesën, faleminderit për mikpritjen, për respektin edhe për dashnin. Gëzohem që jam pjesë e këtij turniri tradicional, me shpresë që ka po edhe hera tjera me kënaqësi të madhe, kisha pas shef më kon gjithmonë pranjush, se dashnin ma keni dhonë jo veç tash, po ndër vite prej kur kom fillu karrierën. Kështu që faleminderit shumë, nuk ja harroj asnjëherë dhe jam gjithmonë falënderues nga ju. Ju përshëndet gjithë, prej Madhurmit deri te më i madhi, po janë dy persona që ka pas qef i përshëndet për zemrës është Daja Shyq edhe profesori jem Ali Dula, që është mesin tonë, që i përshëndes të dytë bashkë me krejt shkenit pranishëm, invalid dhe veteran të ushtrisë shqiptare të Kosovës, edhe një përshëndetje për aktorin Emilio Orga Strilu Shtakun që e kom për zemër. Nuk vëzgjati më tej për njerë ju përshëndes për i kudu që jeni, me shpresë që këneve kalu mirë edhe kam që i knojmë kisha falë qef me i knu bashkë me juve. Ajde shkojnë a bashkë. Hëm me gjak të armishve me tonin e misin, smenojmë që desim, hajde të kazojmë sa e dojmë